Mos e harro kurrë dhe ngolite mirë në mendje se vetëm ke ardhur në këtë botë, vetëm do të orientohesh në jetën e kësaj bote, vetëm do të mbash përgjegjësi për gjërat që bën dhe vetëm do të largohesh nga kjo botë. Kjo nuk ja ul vlerën as familjes, as farefisit, as shoqërisë, por kjo do të thotë ta kuptosh të vërtetën. Ruaje gjithmonë drejtësinë, edhe nëse ti prish punët me të dashurit e tuaj ose është kundër teje, sepse vjen dita dhe marrëdhëniet rregullohen përsëri, por pa drejtësia është shumë e vështirë të rregullohet. Është e vështirë të kompensohet. Bëhuni njerëz të mirë, por mos harroni të bëheni moskokçarës. Mbyllini një sy e një vesh kafshit këqijave që u bëhen dhe jetoni në paqen tuaj shpirtërore. Mbaje mend, vetëm ti dhe Zoti, njësia matëse e veprimeve tuaja të jetë udhëzimi i Zotit. Në marrëdhëniet me njerëzit, fut në llogari vetëm Allahun. Atëherë ke sukses.